Nëna ime bleu një pasqyrë të vjetër në një treg antik në Gjirokastër. E kishte çmimin shumë të ulët për madhësinë dhe vjetërsinë që kishte. E sollëm në shtëpi dhe e vendosëm në korridor. Që nga ajo ditë gjithçka ndryshoi. Filluan të bien sende nga raftet pa shkak. Dritat ndizeshin vetë natën. Motra ime nisi të flinte më pak dhe të zgjohej duke bërtitur, ajo më sheh. Kur pyesnim kush, ajo vetëm tregonte pasqyrën. Një natë, në orën 2 të mëngjesit, nëna ime dëgjoi hapa në korridor. Kur doli, nuk pa askën por në pasqyrë, pa siluetën e një gruaje të gjatë me flokë të gjatë dhe të zezë që qëndronte prapa saj. Kur u kthye, nuk kishte askën. Por kur e pa vetveten në pasqyrë, gruaja ishte ende aty. E nesërmja ishte e fundit. E thirrëm një hoxh. Ai nuk pranoi të hynte në shtëpi. Na tha vetëm kaq. Ajo nuk reflekton ju. Ajo kujton veten e saj. E nxorëm pasqyrën jashtë. E dogjëm. Dhe vetëm pas asaj nate, shtëpia mori frymë sërish si më parë. A besoni se disa objekte mbajnë brenda tyre energji të errëta? Na shkruani në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë histori të vërteta dhe të frikshme nga Shqipëria.